46 vjeçari Mikel Selimaj nga Vlora dhe 2 persona të tjerë të akuzuar si bashkëpunëtor për vrasjen e 41 vjeçarit Altina Arapaj, edhe ky me origjinë nga Vlora, në Rafina të Greqisë, ku ndodhi pak ditë më parë vrasja, janë sjellë në gjykatën greke. Sipas informacioneve, gjykata në Greqi ka dhënë masën e sigurisë Ares Meburg si autori kryesor i dyshuar i kësaj ngjarje, teksa në sallën e gjyqit zbuloi edhe një pjesë e dëshmisë së 46 vjeçarit autorit të kësaj ngjarje. Sipas informacioneve, Mikel Selimaj pretendon se nuk kishte ndërmend ta vriste viktimën dhe se për shkak se të dy ishin duke përdorur drogë, nuk e kishin kuptuar se çfarë po ndodhte, por ky verdikt i tij pritet të vërtetohet nga gjykata e Greqisë në vazhdimsi. Autori dyshuar i vrasjes në Rafina, 46 vjeçari Selimaj, u arrestua nga policia të premten në një apartament në Glykanera, pasi u urdhëroi arresti kundër tij për vrasje me dashje dhe mbajtje dhe përdorim të palishëm të armës së zjarrit. 2 personat e tjerë akuzohen si bashkëpunëtor në këtë krim. Në të njëjtën kohë, autoritetet kanë gjetur dhe automjetin, i cili dyshohet se është përdorur nga autori i krimit, brenda të cilit u gjet një armë gjau e tharë, por edhe një gëzhoj. Hetimi i policisë zbuloi se natën e së martës së kaluar, viktima, autori dyshuar dhe 2 persona të tjerë janë takuar në Armetid. Ata hipën në një makinë të drejtuar nga personi përmendur, nga 41 vjeçari, dhe bën një ndalesë të shkurtër në Rafin. Atje, autori mori një armë gjau dhe qelloi viktimën në fytyrë. 41 vjeçari arriti të largohej nga vendi i ngjarjes, të telefononte gruan e tij dhe t'i tregonte asaj se çfarë kishte ndodhur, përpara se të jepte edhe frymën e fundit. Autori i krimit u aratis me këtë makinë. Pista kryesore e vrasjes është larja e sapeve për prishjen e pazareve të drogës, pasi 2 vlonjatët kanë qenë në duart e autoriteteve për raste të tilla të mëparshme.